Kosovës, 2550 vendvotime pra brenda këtyre qendrave të votimit në gjithë Kosovën. Në 38 komuna votohet sot për 120 deputetët e legjislaturës së 11. Ka qenë një fushat zgjedhore që ka zgjatur zyrtarisht vetëm 10 ditë dhe shpërmbyllur mbrëm vonë me tubimet e PDK-s dhe të vetëvendosjes në qendër të Prishtinës, le të ka e kishte mbyllur një natë më përpara. Dhe tashmë natyrisht është çështje zgjedhore që prej orës 7 deri në orën 19 kur mbyllen qendrat e votimit do të ketë gjatë ditës përditësime nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pjesëmarrjen e qytetarëve në votime, për incidentet e mundshme nga praktika e lira ajo çfarë dimë dhe nga proceset e kaluara zgjedhore. Kryesisht problem mund të jetë pra fotografimi i votës që sanksionohet me kodin penal të Republikës së Kosovës, por prokuroria ka një ekip mobil që do të jetë në terren për të vëzhguar ecurinë e zgjedhjeve. A votove? Kthev ka kamera. A je nga je? Unë jam prej Velanis, për Prishtinës. Jeton këtu? Jetoj edhe jashtë edhe këtu. A ka ardhur veç për zgjedhje? Veç për zgjedhje kam ardhur, po. Veshja? Veshja po reflekton ditën sot. Ditën e zgjedhjeve, jam krenar që po marr pjesë në zgjedhje dhe gëzohem pa mas se votova partinë e duhur në mendimin tim. Edhe beson që do të bëhet më mirë për Kosovën pas kësaj vote sot? Natyrisht po. Kishte blokimet një pas njëshme, edhe shteti stagnoi, shumë fonde hupëm, unë ndoj këtë parsye, edhe tash besoj që do të zhbllokohet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi parë votuesin e parë e ndalës që e pash kur hyri i lirë dhe kishte këtë veshje të veçantë, pra vinte nga diaspora, një numër më i kufizuar njerëzve kanë ardhur për të votuar fizikisht nëse krahasohemi me dhjetorin e vitit të kaluar, pasi që siç e thënë 130.000 persona nga diaspora i kanë dërguar votat e tyre me post. Kanë votuar djetë të parët, në fakt bashkëdhetarët tanë që jetojnë në shtetet e ndryshme, janë hapur në 18 ambasada dhe konsulata qendrat e votimit, ku kanë votuar mbi 20.000 të regjistruar për të votuar në këto qendra të votimit që nga Evropa deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në Australi. Pra, po thoja që ka një mobilizim të zakonshëm të policisë së Kosovës, të prokurorisë për të kujdesur për mbavajtjen e procesit zgjedhor. Ka një mision fare të vogël vëzhgues i zhvilluar të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Nuk ka për herë të parë në shumë kohë një mision vëzhgues të Bashkimit Evropian, koha ishte shumë e shkurtë sipas një arsyetimi të Bashkimit Evropian për të dërguar një mision vëzhgues, por në përgjithësi proceset zgjedhore në Kosovë kalojnë pa incidente të mëdha. Qartë. Xhemal, doja të pyesja gjithashtu për votimin që është kryer në përfaqësi diplomatike